Shumë faleminderit. Thank you. Merci beaucoup. Mirë, në këtë udhëtimin tonë, sepse nuk kemi asnjë gjë tjetër për të folur përveç se atë që na jep fjala e çmuar e Perëndis. Mjalti i qiellit është një nga fjalët që mua më pëlqen shumë për shkrimet e mrekullueshme të fjalës së Zotit, mjalti i qiellit, i cili na është dhënë, është privilegj i madh. Shumë njerëz thjesht e mbajnë Biblën diku dhe nuk e hapin për ta parë, o sa shumë humbasin, teksa shohin bukurinë, madhështinë që është shpalosur aty, sepse nuk është një libër i thjesht, është fjalë hyjnore, fjala hyjnore e Zotit na është dhënë, është besuar ne si njerëz. Dhe sa të bekuar jemi që e kemi dhe në gjuhën tonë shqipe. Kështu që çfarë bëjmë me Biblën, ne shkojmë varg për varg aty që na thot fjala e Zotit, fillojmë e lexojmë dhe shohim, nxjerrim çfarë ka kuptim nga fjala e Zotit për të aplikuar në jetën tonë, për të mësuar, dhe Bibla thotë që të bëhemi të ngjashëm me Krishtin. Bibla ka 66 libra që është shkruar në një periudhë 1500 vjeçare, 40 autor, imagjinoni pak 1500 vjet, një temë, e cili libër është i ngjashëm me fjalën e çmuar të Perëndis. Dhe në këto 66 libra ne jemi tek libri i Romakëve, i cili apostulli Paul i dërgon kishës që është në Rom për të treguar ungjillin, fjalën e mrekullueshme të Perëndis. Edhe po te ky libër, te kapitulli 15, kur të shkojmë na tregon dhe për Ilirin, kur Pauli thot nga Jeruzalemi, gjerë në Iliri, bën fjalë për vendin ton, ka ardhur në shekullin e parë. Aty na tregon në fjalën e Zotit dhe ka treguar për Krishtin, edhe sa të bekuar jemi që e kemi fjalën e Zotit në gjuhën tonë shqipe. Romakët kapitulli 10 ku jemi duke parë vargjet 1 deri 4 do të shohim sot, edhe është një nga ato vargje që të godet shumë fort për mirë të trazon shpirtin, trazon atë rehatin fetare të njerëzve. Unë jam përpjekur ta quaj tragjedia e fesë, sepse është një tragjedi. Pa humbur kohë, le ta lexoj se çfarë thot Pali. Vëllezër, thot kishës, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndis për Izraelin është për shpëtimin e tij, sepse unë dëshmoj për ta se kanë zell për Perëndin, jo sipas njohurisë, sepse duke mos njohur drejtsinë e Perëndis dhe duke kërkuar të vendosin drejtsinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndis, sepse përfundimi i ligjit është Krishti për shfaqësimin e kujdo që beson. Në fakt janë fjalë të vështira kur i kupton për herë të parë e i dëgjon për herë të parë, por po që se ndalesh dhe i merr pak shtruar, tregon madhështinë e kësaj pjese. Në fakt bota ka rreth 8 miliardë njerëz sot, dhe unë po bëja një kërkim të shkurtër se sa përqind e tyre praktikojnë një besim. Interesante është që në botë ka rreth 5.000 besime. 5.000 fe dhe besime. Dhe rreth 85% e këtyre personave në botë, që i bie gati 6.8 miliard njerëz, aplikojnë ose praktikojnë një besim, një nga këto 5.000 besime dhe fe të ndryshme. Në fakt kjo krijon në mendjen e njeriu një konfuzion. Po mirë, gjithë këto besime çfarë duhet të bëj, dhe ka një interes në fillim deri diku, por pastaj fillon edhe zhbëhet ky interes kur kupton një sasi kaq të madhe besimesh, dhe nga ana tjetër na del një besim tjetër që nuk quhet besim, por në fakt është besim, siç është puna e ateizmit, sepse beson që nuk ka një Zot. Çështja e besimit është çështje besimi, disa besojnë që ka, këta besojnë që nuk ka, pra është çështje besimi dhe kjo. Dhe Karl Marxi në fakt në 1843 doli me shprehjen e famshme, feja është një opium i popujve. Dhe pse? Sepse i vendos njerëzit në gjumë për të kërkuar një drejtësi që mund të jetë e aplikueshme. Ky është kuptimi i Karl Marxit. Por në fakt çfarë na thot fjala e Zotit? Jezusi na thot një pasazh që e trondit zemrën e njeriu. Jezusi thot që e gjerë është rruga që çon në shkatrim dhe e ngushtë rruga që çon në jetë. Dhe kjo i adresohet shpirtit të njeriu, të adresohet ty, në çdo brez që ka qenë është adresuar njerëzve. E gjerë është rruga që çon në shkatrim dhe e ngushtë është rruga që çon
në jetë. Dhe në fakt fjala e Zotit na tregon që shumica e njerëzve nuk kanë për të qenë me Perëndin përfundimisht në parajs. Kjo është e frikshme. Shumica e njerëzve nuk kanë për të qenë me Perëndin në parajs. Por një pakic, gjithmonë një pakic. Po nga ta dalloj unë kush është besimi vërtet në këto 5000 besime. Në fakt është shumë e thjeshtë nëse dëshiron ta kuptosh, sepse çdo person që erdhi dhe krijoi një besim, çdo person që erdhi dhe inicioi një fe, erdhi dha mesazhin, vdiq dhe eshtrat e tyre ndodhen ende në këtë tokë. Por i vetmi që erdhi, dha mesazhin, vdiq dhe mposhti vdekjen është Krishti. Prandaj është veçantia e besimit në Krishtin, sepse është i vetmi që mundi atë që asnjë bir nëne nuk mund të mposhtë dot, vdekjen. Përpiqen në çdo brez që ta mposhtin, përpiqen në çdo brez që ta shtyjnë kohën e takimit me vdekjen, por asnjëherë nuk ka ndodhur përveç se Zoti Jezus, i cili vërtetoi me vdekjen e tij. Fjalët që tha. Ne kemi një shprehje shumë të shpeshtë në gjuhën shqipe, kush vdiq dhe erdhi na tregoi se çfarë ka më tan, dhe përgjigjja është e thjeshtë, Krishti. Dhe ata që kanë dëshirë për ta njohur, ata vërtet do t'ja dëgjojnë fjalën. Por në fakt ka një tragjedi të madhe, sepse shumë njerëz përpiqen të arrijnë Zotin me djersën e ballit, shumë njerëz në këto besime, përfshirë edhe brenda krishterimin, do ta shpjegojmë sepse, përpiqen të arrijnë Zotin me një drejtësi të tyre, për të qenë pak krenar, përpjekje për të arritur drejtësinë, pranimin hyjnor me anë të veprave tona. A keni dëgjuar shpesh? Mos bëj keq, por bëj mirë që të shkosh në parajs. Ky është një term, është një refren që përmendet kaq shpesh kudo që shkon. Çfarë duhet të bëj unë që të shkoj në parajs? Bëj këtë, mos bëj këtë, bëj këtë, mos bëj këtë. Dhe Bibla, fjala e Zotit, nëse ta lexosh, e çbën komplet këtë lloj mënyre të menduari dhe e çbën kaq fort të gjë, sa që kuptoni një gjë. Ferri ka për të qenë plot me njerëz fetar, që kur nuk njohën drejtësinë hyjnore të dhënë nga Zoti vet. Ka një Zot, një është rruga, besimit te Krishti është e vetmja mënyrë për të ecur me Perëndin. Nga e dim, sepse Krishti vdiq dhe u ringjall. Në fakt, për t'ju dhënë një kontekst deri tani çfarë ka ndodhur, Pali na ka treguar planin e Perëndis përmes popullit të Izraelit. Zoti zgjodhi një person, Abrahamin, nga i cili krijoi një familje, familjen e tij, dhe nga i cili krijoi një kombë, Izraelin, një kombë përmes të cilit Zoti solli orakujt, solli fjalën e tij dhe më së fundmi erdhi vet, na thot tek letra e Hebrejve. Për të qenë një besimtar, nuk është thjesht çfarë bën ti për Perëndin, por çfarë pranon ti që bëri Zoti për ty. Interesante është që ti jesh izraelit në Bibël na tregon që jo patjetër domosdoshmërisht je i shpëtuar. Bibla na thot jo të gjithë që janë nga Izraeli janë izraelit, në kuptimin që janë besimtar, por ata që kanë besuar në Krishtin. Jo çdo individ është i zgjedhur, populli po është i zgjedhur, por jo çdo individ është i zgjedhur nga Zoti. Në fakt, Pali na tregon në këtë pasazh që do shohim një shpalosje të madhe të misterit të planit të Zotit. Apostulli Paul hap zemrën e tij për Izraelin duke treguar dhembjen, dashurinë dhe barën shpirtërore që ka për popullin e tij. Në fakt, në të njëjtën kohë, ai zbulon problemin themelor të njeriut fetar. Na tregon problemin e njeriut fetar, çfarë çedon, çfarë nuk shkon në lidhje me qëndrimin e njeriut fetar dhe Perëndis. Përpjekjen për të arritur drejtësinë përmes veprave dhe jo përmes Krishtit. Në fakt, gjithë bota që nuk beson në Krishtin, çdo fe që nuk beson në Krishtin, kuptoni këtë gjë, kërkon nga ti, kërkon nga njeriu disa vepra që të arrijë
në peshoren e famshme të drejtësisë hyjnore. Por brenda krishtërimit ka mjaft degëzime, gjithashtu që thonë që Krishti të ndihmon, por ti duhet të bësh disa gjëra që të arrish këtë peshore të anoj nga ana e drejtësisë. Dhe ky pasazh që po lexojmë së bashku është një goditje e drejt për drejt kundër vetë drejtësisë njerëzore dhe si një shpallje madhështore e drejtësisë së Perëndis që gjendet vetëm në Krishtin. Ky tekst nga Bibla nuk është vetëm për Izraelin, por është për ty sot që po dëgjon fjalën e Perëndis. Është një paralajmërim universal për çdo njeri fetar që mendon se mund të fitojë favorin e Perëndis me moralitetin e tij, duke qenë i mirë, nuk gënjejun, me traditën, kam bërë këto gjëra, me ritualin, unë çdo ditë bëj këto gjërat e duhura, ose me përpjekjen personale. Ky varg, ky pasazh e çbën çdo lloj përpjekje njerëzore të lë pa gjë në dorë përpara Perëndis. Por le të shohim fillimin. Thot: "Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndis për Izraelin është për shpëtimin e tij." Ne kemi parë në kapitullin më përpara, në fakt, që Zoti është ai që zgjedh. Zoti është i vetmi që ka një liri zgjedhjeje dhe Perëndia na thotë tek kapitulli më përpara një pasazh shumë të fortë nga dy binjak që ishin Jakobi dhe Esau, Zoti zgjodhi njërin përpara se të bëj çdo lloj veprimi nga të dy, përpara se ata të zgjidhnin rrugën e jetës së tyre. Zoti zgjodhi Jakobin dhe thot Bibla, një gjuhë shumë të fortë, e urreu Esaun. Edhe na tregon dhe një pasazh tjetër që na lë pak të shokuar, duke thënë, nga e njëjta balt, Zoti bën disa enë për nderim dhe disa enë për çnderim. Dhe kjo lind brenda njeriu që dëgjon këtë gjë, një ndjesi jo barazie. Po, në fakt, nuk ka barazi në këtë gjë, sepse Zoti, dëgjojeni mirë çfarë na mëson Bibla, Zoti në sovranitetin e tij zgjedh. Tani nëse njeriu do drejtësi mos e kërko tek Zoti, sepse është shumë e lartë dhe nëse dëshiron drejtësi, Bibla na thotë që nuk ka asnjë të drejtë, të gjithë meritojnë ferrin. Por ata që Zoti zgjedh kanë për të besuar në Krishtin dhe kanë për të vendosur pasi ka zgjedhur Zoti që të vinë në Perëndin. Dhe ka një ndasi. Bibla na flet gjithmonë për dy grupe njerëzish. Ata që janë besimtarë, të zgjedhurit, dhe ata që nuk janë. Dhe lind pyetja, po njerëzit e tjerë, në fakt pyetja më e ndershme, di cila do të ishte, po unë ku jam? Dhe sot ti nuk ke një shfaqsim sepse po e dëgjon mesazhin. Interesante në fakt, na tregon që te kapitulli 9 pali na tregon që kjo zgjedhje e Perëndis është sipas vullnetit të tij të lirë. Dhe asnjë gjë tjetër nuk e ndryshon. Nuk bëhet Zoti impresionues sepse unë veprova ndryshe, por është Perëndia që merr hapin i parë. Në fakt, kur e kupton që Zoti është sovran, fjala sovran do thotë i gjithëpushtetshëm, që ka dizenjuar, Zoti është si një autor i një filmi që tashmë e ka bërë, si një regjisor që ka shkruar gjithçka, si personi që ka bërë gjithë skriptin e librit të jetës, ku ti e personazhi që hyn në kohën që Perëndia dëshiron kur ti të futesh, dhe e personazhi më perfekt për të luajtur rolin tënd deri në fund, derisa të mbyllet kapitulli i jetës tënde. Dhe ky mësim që na mëson fjala e Perëndis nuk e bën njeriu pasiv, por përkundrazi e bën personin që të jetë plot zjarr për Perëndin. Në fakt, kur ti kupton që Zoti të ka hapur sytë dhe ti po dëgjon mesazhin, kjo prodhon përullësi përpara teje. Ka dy lloj reagimesh kur ti kupton që Zoti zgjedh. Është kuptimi krenar, po pse mua jo dhe pse atë po?
Por është dhe një kuptim tjetër në fakt që shumë pak njerëz e kanë, kuptimi i përulësisë, të përgjërohem o Zot, në shpirtin tim, të lutem, më thirr për të qenë i jote. Ky është reagimi që Perëndia kërkon. Jo reagimi me arrogancë, unë dua drejtësi, a do drejtësi, çoj deri në fund. Nuk mundesh dot. Ky reagim hynor tregon dëmshuri për të humburit dhe dëmshuri dhe ti kërkon Zotin me ngulm, Zot të lutem shpëto shpirtin tim. Jep një barë të mirë. Jo çdo barë është e keqe, jep një barë të mirë shpirtërore. Bën që zemra jote të kërkojë vazhdimisht Perëndin dhe bën që shpirti yt të dëshirojë sidomos shpëtimin e atyre që zemra jote do shumë. Doktrina e zgjedhjes, mësimi i zgjedhjes që na mëson fjala e Perëndis, nuk e ftoh zemrën e njeriu, por përkundrazi e mban të nxehtë. Pali besonte plotësisht në zgjedhjen e sovranitetit të Perëndis, por në të njëjtën kohë lutej me zjarr për shpëtimin e Izraelit. Lutja e Palit tregon qartë se njerëzit kanë nevojë për shpëtim. Ti ke nevojë për shpëtim. Dhe mos haro, Izraeli kishte shkrimin, fjalën e Zotit, kishte tempullin atë kohë, kishte ligjin e Perëndis, kishin mësimet e profetëve të ndryshëm, bënin ceremonitë fetare, historinë fetare, por ishte ende i humbur. Pse? Sepse refuzoi të njifte Krishtin. Kjo rëzon idenë se privilegji fetar shpëton. Çfarë besimi ke? Unë vi nga filan besim sepse prindrit e mi kishin këtë besim. Në fakt nuk funksionon kështu. Ti je individi krijuar jo në një grup, por ti je një individ që të përballesh përpara Perëndis dhe nuk ka privilegj fetar përpara Zotit. Por mos harroni, Pali nuk flet me urrejtje karshi atyre që kishin një zell, por nuk e kishin të duhurin. Por Pali flet me një zemër që lutet për ta. Dhe ky do të jetë qëndrimi i një besimtari kur shef njerëzit e tjerë që janë të humbur. Ne jemi shumë të shpejtë për të gjykuar. Wow, sa gabim bëjnë këta persona. Por fjala e Zotit thotë, a mundet ta çosh përpara Zotit? Dhe kjo është një mësim për secilin për ne, duke përfshirë dhe mua. A mundet ta çojmë përpara Zotit këtë person që unë nuk po e pëlqej dhe nuk duket sikur reagimi i tij po nderon emrin e Zotit, qoftë edhe me besimin që kam. Një nga shenjat më të mëdha të hirit të Zotit në jetën e një besimtari është dhimbja për njerëzit që ai sheh përreth, që janë fetar, por të pashpëtuar. Dhe ka një pjesë tjetër te ky pasazh, sepse unë dëshmoj, thot Pali, për ta se kanë zell për Perëndin, por jo sipas njohurisë. Dhe pas ka një tragjedi. Një tragjedi përfundon, nuk ka tragjedi që përfundon në mirësi. Tragjedia është gjithmonë tragjedi. Dhe tregon për tragjedinë e një zelli, por pa njohurinë e duhur. Religioni mund të jetë i sinqert dhe megjithatë mund të çojë në humbje. Sinqeriteti nuk është mjaftueshëm. Kjo është pika qendrore e këtij mesazhi. Izraeli nuk ishte ateist, ata nuk ishin pagan, ata kishin një zell të madh për Perëndin. Problemi nuk ishte mungesa e entuziazmit, por mungesa e të vërtetës. Ai paralajmëron se sinqeriteti nuk shpëton. Ti je i sinqert, jo patjetër të shpëton. Emocioni, wow, sa mirë ndjem. Ka shumë njerëz kur ti i pyet pse beson në Zot dhe përgjigjja që japin se kam paqe, por nuk është në bazë të Biblës indikacioni për të pjesë, nuk është përgjigja e duhur. Emocioni nuk shpëton, tradita nuk të shpëton. Por unë vi me traditë të madhe, madje babai im apo gjyshin e kam pasur person që ishte shumë i madh në besim. Aktiviteti fetar, kur shkon diku, ja unë shkoj gjithmonë këtu dhe bëj këto gjëra, kjo nuk të shpëton, thot Bibla. Një njeri mund të jetë shumë i përkushtuar, me shumë moral të lartë, shumë aktiv fetarisht dhe megjithatë të jetë larg Perëndis. Kjo është tragjedia e madhe e religionit. Në një pasazh tjetër, Zoti Jezus na tregon në Bibël që atë ditë, ditën e gjykimit, thot Jezusi një shprehje, shumë, jo pak, po shumë do të më thonë atë ditë, Zot,
a nuk bëm ne këto gjëra në emrin tënd? Dhe përgjigjja që Zoti jep në Bibël që na e tregon që do të ndodhë atë ditë është e frikshme. Largohu nga unë, nuk të kam njohur kurrë. Është e frikshme. Nuk ka gjë më të rrezikshme se sa një njeri që mendon se është afër Perëndis, ndërkohë që është ende në nxemërimin e tij. Zelli pa të vërtetën është i verbër. Zelli pa të vërtetën është krenar. Zelli pa të vërtetën është mashtrues. Zelli pa të vërtetën çon në një përfundim shkatrues. Në fakt, Izraeli kishte zell, por nuk kishte njohurinë e drejtë për shenjtërinë e Perëndis. Dëgjoni me kujdes. I mungonte pamja për shenjtërinë e Zotit, për mëkatin e tyre, për natyrën e drejtësisë dhe për personin e Krishtit. Njeriu i rënë preferon një religjon ku ai mund të kontribuojë diçka për shpëtimin e vet. Unë po bëj këtë gjë për ty, o Zot. Kjo ushqen krenarinë njerëzore. Ja, unë e bëra këtë gjë. Zemra e njeriut natyrshëm nuk dëshiron hir të pastër, sepse hiri e përrul njeriun plotësisht. Në fakt na tregon për një ignorancë frymore që ndodhet brenda njeriut, sepse shko si thot vargu, sepse duke mos njohur drejtsinë e Perëndis, sepse duke mos njohur drejtsinë e Perëndis. Problemi themelor është mos kuptimi i drejtësisë së Perëndis. Nuk e kanë njohur drejtësinë e Zotit, e barazojnë drejtsinë e Perëndis me drejtsinë njerëzore, duke thënë madje, s'ka problem se ka gënjeshtra të bardha. Jo, nuk ka gënjeshtra të bardha. Fjala e Perëndis thot, nëse ke shkelur ligjin e Zotit në një pikë, e ke shkelur në të gjitha, që do të thot, përpara Zotit, si të vrasësh dhe si të thuash një gënjeshtër të bardhë, është një ndyrësi. Dhe Perëndia është i pastër, Zoti është i shenjtë, nuk ka mëkate të bardha përpara Zotit. Ne të gjithë jemi duke u endur në rrugëtimin tonë në mëkat. Zemra dhe thelbi i problemit është që njerëzit, duke përfshirë dhe Izraelin, por dhe çdo individ, sepse ne nuk kuptojmë se sa i shenjtë është Perëndia. Ne e ulim standardin e drejtësisë në bazë të këtij vargu, e bëjmë standardin e Perëndis njësoj me standardin e njerëzve. Ne jetojmë në një botë të rënë, ku drejtësia është e goditur nga të gjitha, është e shpërfytyruar nga çdo drejtësi, nga çdo kuptim. Dhe këtë lloj drejtësie ne marrim tani duke menduar të tillë dhe ja ngjitim Zotit. Është e ulët, shumë e ulët. Zoti është i shenjtë, është një nga atributet që përsëritet 3 herë për të treguar perfeksionin e kësaj e fjalës së Zotit. Fjala e Zotit na thot, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Për na treguar standardin. Ai është i drejtë dhe serioz me mëkatin. Çdo fe false fillon me një pikpamje të ulët për Perëndin dhe një pikpamje të lartë për njeriu. Ti mund t'ja dalësh standardit të Zotit, standardi i Zotit është më poshtë, ti mund t'ja dalësh, ti ngrihesh lart, standardi ulet poshtë. Në momentin që njeriu minimizon shenjtërinë e Perëndis, minimizon mëkatin, ose s'ka problem. Edhe ti futesh brenda turmës së madhe të njerëzve, duke gjetur atë rehatin njerëzore edhe në mëkat. Dhe fillon të mendosh se mund të arrish drejtsinë e Perëndis nga vetja jote. Karakteri i Zotit, mos haro, është absolut i drejtë. Nuk është relativ në drejtësi, është absolut i drejtë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë. Perëndia nuk madh me standarde relative njerëzore. Standardi i tij është përsosmëria dhe është absolute. Problemi nuk është që Perëndia është shumë i rrept. Problemi është që ne kemi një kuptim shumë të ulët për shenjtërinë. Shpesh njerëzit e mendojnë Zotin si një plak të vjetër, grindavec, që u shqetësua shumë nga sjellja e disa të rinjve njerëzor. Absolutisht është e tmerrshme, është gabim. Zoti është plot jetë, plot gjallëri, është Perëndia që krijoi jetën, gëzimin, por është Perëndia i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë.
Drejtësia e Perëndis nuk është që diçka që njeriu prodhon, por është diçka që Perëndia jep. Ti nuk mund të prodhosh drejtësi. Perëndia i jep drejtësinë. Ka një koncept shumë interesant në lidhje me vetë drejtësinë. Unë mund t'ja dal feja natyrore e zemrës së njeriu, çdo fe që njeriu ka krijuar, thot ti mund t'ja dalësh, por vjen re tek vargu 3 thot, duke kërkuar të vendosin drejtësinë e tyre. Pra pas ka një problem, njeriu dëshiron të vendos standardin e tij të së drejtës. Kjo është e drejtë, jo kjo që më thot Bibla. Zemra njerëzore dëshiron të shpëtojë vetveten. Kjo është sëmundja universale e racës njerëzore. Njeriu natyrshëm mendon këtë gjëra. Unë mund të bëhem më i mirë. Unë mund të fitoj favorin e Perëndis. Po, vërtet, unë nuk jam dhe aq i keq sa të tjerët. Madje dikur doli një shprehje në lidhje me komunizmin që shumë pak njerëz brezili sot e kuptojnë, të bëjmë njeriun e ri, të krijojmë njeriun e ri. Wow. Shpesh njerëz thotë, po Perëndia do ta pranoj përpjekjen time, do t'i vi keq shumë Zotit, se ja do thotë ky është përpjekur, është si puna një mësuesi me një nxënës ta kaloj midis 4-s dhe 5-s, po hajse është përpjekur dhe po i vë 5. Nuk funksionon kështu me Perëndin. Dhe ky është paralajmërimi i fortë i Biblës. Zgjohu. Nuk funksionon kështu. Kjo është esenca e krenarisë njerëzore. Vetëdrejtësia është armiku më i madh i fjalës së Zotit, sepse nuk e sheh nevojën për mëshirë totale dhe drejtësi totale nga Perëndia. Njeriu që ndihet mjaftueshëm i mirë, nuk jam dhe aq i keq, nuk do Krishtin si shpëtimtar të plot. E pse më duhet Krishti? Unë mund t'ja dal, unë mund të bëj këtë, dhe unë ja dal, më jep një listë, dhe do përpiqem t'ja dal. Religioni njerëzor gjithmonë përqendrohet tek ajo që njeriu bën. Dhe kjo është e tmerrshme. Ferri ka për të qenë plot me këtë lloj personash. Religioni njerëzor gjithmonë përqendrohet tek njeriu dhe jo tek ajo që Krishti bëri. Çdo sistem fetar jo biblik ka një formë drejtësie me vepra. Vetëm Ungjilli nga fjala e Zotit na tregon një drejtësi të huaj, jo tonë njerëzore, por aliene, e jashtme, që vjen nga Perëndia dhe jo nga vetë njeriu, një drejtësi e imputuar ose e futur tek njeriu. Bibla na tregon që në momentin që ti beson në Krishtin, drejtësia e Perëndis vjen tek ti dhe mëkati yt shkon tek Krishti. Dhe Bibla thot, nuk është drejtësia e bërë nga njeriu, por është drejtësia e Perëndis. Një drejtësi që vjen nga jashtë brenda, është drejtësia e Krishtit. Në fakt vargu 3 na tregon për një refuzim gjithashtu që njeriu bën për t'ju nënshtruar drejtësisë së Perëndis. Thot, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndis. Pra, vuni një drejtësi tyre dhe këtë drejtësi që Zoti i jep nuk ju intereson, nuk ju nënshtruan. Ungjilli kërkon dorëzim total. Të besosh tek Perëndia kërkon dorëzim total. Zot, nuk mundem. Nuk mundem. Problemi i Izraelit nuk ishte thjesht intelektual, ishte moral dhe shpirtëror. Ata nuk donin të përuleshin dhe nuk ju nënshtruan. Bibla thotë që njeriu natyrshëm urren hirin e Zotit, sepse hiri shkatron krenarinë njerëzore. Hiri i Perëndis, mëshira e Zotit shkatron krenarinë. Ne kemi të vështirë të pranojmë mëshirën e Zotit. Ne duam të fitojmë diçka me djersën e ballit dhe këtu është krenaria njerëzore që kërkon të sfidojë, duke thënë po unë mund t'ja dal. Të pranosh drejtsinë e Perëndis do të thotë të pranosh falimentimin tënd moral. Ti nuk mundesh, por njeriu nuk thotë që nuk mundem, po unë mundem. Dhe kjo është betejë e madhe, të pranosh se nuk e asgjë për të ofruar. Zotë, çfarë mund të t'i jap unë ty, përveç se mëkatin dhe ndyrësinë time, të pranosh se shpëtimi është plotësisht nga hiri dhe jo pjesërisht. Madje ka besimtarë që mendojnë se Zoti bën 0.1% ose 99% dhe unë bën një pjesë, pra ka një bashkëpunim midis Zotit dhe njeriu.
Absolutisht, Biblia e ç'bën një gjë të tillë. Biblia na thot që është plotësisht nga Perëndia. Njerëzit preferojnë një sistem ku mund të mburren, por Ungjilli heq çdo mburje. Njeriu shpëtohet jo sepse është i drejtë, por sepse drejtësia e Krishtit i llogaritet me anë të besimit. Vini re vargun 4. Thot, sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për shfaqësimin e kujdo që beson. Vini re, përfundimi i ligjit, plotësimi i ligjit që Zoti dha, është Krishti për shfaqësimin, dhe ka një shprehje fantastike aty, jo të mbyllur, por të hapur. Për kudo që beson. Ky është kulmi madhështor i pasazhit. Po çfarë do thotë përfundimi i ligjit? Së pari, kjo nuk do thotë shkatërimin e ligjit, anullimin e ligjit, ose që ligji i Perëndisë që na u dha është i keq. Përkundrazi do thotë që u përmbush, u plotësua, u përfundua, qëllimi final arriti kulmin. Krishti është përmbushja e ligjit. Krishti është qëllimi pse na u dha ligji në dhjetën e vjetër. Ato 10 urdhërimet është Krishti që i përmbush në mënyrë të plotë. Plotësimi i kërkesave të ligjit u bë vetëm nga Krishti. Ligji kishte për qëllim të zbulojë mëkatin dhe të tregojë pa aftësinë tonë. Pse Zoti na dha ligjin në dhjetën e vjetër? Ato 10 urdhërime dhe jo vetëm. Jo që thjesht ti të përpiqesh, por që të kuptosh që nuk mundesh. Mbaj mend kur fëmijët ishin të vegjël dhe kur merrnin një dhuratë, sidomos punë legosh për ta formuar së bashku, e kishin në karakterin e tyre ti shkosh për ta ndihmuar, thoshin jo, lëre se e bëj vet. Edhe përpiqeshin, mundoheshin aty për ta bërë, harxhonin kohë të tëra dhe në fund fare dorëzoheshin dhe thoshin më ndihmo. Në fakt, arsyeja pse na u dha ligji i Perëndisë nuk është thjesht për ta mbajtur, por për të na treguar si një pasqyrë për të treguar standardin e Zotit dhe rënien time. Ligji i Zotit u dha për të na thyer krenarinë dhe për të thënë Zot, nuk mundem, kam shumë nevojë për ty. Gjithë dhjata e vjetër të drejton te Krishti, synon te Krishti. Gjithë sakrificat kur ti lexon aty, gjithë priftërinë, gjithë tempulli, gjithë qengji i Pashkës që na thuaj që prej fillimit, altaret, ceremonit, të gjitha ishin hija, imazhi i asaj që do të vinte në Krishtin. Izraeli u ka pas hijes dhe humbi realitetin. Dhe mos harroni, nuk është vetëm Izraeli që u ka pas hijes. Ende sot, madje ka dhe njerëz nëpër kisha që kapen pas hijes, por jo pas realitetit. Krishti përmbushi bindjen aktive ndaj ligjit. Krishti përmbushi çdo gjë që na thot nga fjala e Perëndisë. Ai jetoi jetën perfekte që ne të mund të jetonim dhe mbajti mallkimin që ne meritonim. Dëgjoj mirë, jetoi jetën perfekte që ne duhet të jetonim dhe mori mallkimin që ne meritonim. Drejtësia vjen vetëm përmes besimit dhe jo përmes krenarisë. Vini re vargun se si përfundon, për shfaqësimin e kujdo që vepron, jo, që beson. Dhe kjo frazë është themelore. Shpëtimi nuk vjen përmes meritës. Shpëtimi nuk vjen përmes ritualit. Shpëtimi nuk vjen përmes kombësisë. Shpëtimi nuk vjen përmes moralitetit, por vetëm përmes besimit. Besimi nuk është një vepër njerëzore që fiton shpëtimin. Besimi është dorë bosh përpara Perëndisë. Është një varësi totale. Është një mbështetje e plot te Krishti. Zot, vetëm ti më ke mbetur. Të lutem, shpëto shpirtin tim. E si mundet njeriu, kjo qenie kaq e vogël, që mezi mundet do dhe harxhon kaq shumë mund sa të dalet të vizitoj për pak ndoshta atmosferën, hënën, apo deri diku Marsin maksimumin. Një univers kaq madhështor, kaq të madh, të krijuar në një urinë në madhështinë e Perëndisë. Arsyeja pse Zoti e bëri këtë univers kaq të madh dhe njeriu kaq të vogël është për të treguar madhështinë e tij.
Dhe prap njeriu sfidon, duke thënë unë mund t'ja dalë, thot Zoti. Besimi nuk është një vepër njerëzore që fiton shpëtimin, është total duar bosh përpara Zotit. Kjo është zemra e ungjillit, fjalës së Zotit. Dështimi i religionit është real, por ka vetëm një lavdia e ungjillit. Religioni nuk mund të shpëtojë, se vajte diku bëre diçka nuk të shpëton. Njeriu mund të ketë Bibël në dorë, mund të ketë traditë të mirë, mund të ketë moral që për njerëzit duket i mirë, mund të ketë një zell që duket i admirueshëm për njerëzit, mund të ketë një përkushtim shumë të madh sikur shkon dhe bën këto gjëra për Perëndin, mund të ketë ceremoni pafund, por pa Krishtin, njeriu është i humbur. Ferri do të jetë i mbushur me shumë njerëz fetar. Njerëzit më të vështirë për të shpëtuar shpesh janë njerëzit shumë fetar, sepse ata nuk e kuptojnë dot nevojën për hir. Ungjilli është skandalos për krenarinë njerëzore sepse tregon që njeriu është plotësisht i falimentuar në brendsinë e tij dhe se Krishti është ai që bën gjithçka. Po si ta aplikoj këtë në jetën time? Okej, dëgjova këto gjëra, po si ta aplikoj në jetën time? Cila është baza e shpresës sate? Te kush po mbështetesh? Te Krishti, por pak edhe tek vetja. Jo, dorëzoju totalisht Krishtit. Zot, ti më ke sjell, i yti jam, ti do më marrësh, më përdor për nderin dhe për lavdinë e emrit tënd. Zot, nuk ka asnjë gjë të mirë tek unë, as edhe një gjë, sepse në çdo gjë që bëj, qoftë atë të mirë që duket, motivi i brendshëm i zemrës sime është i kamufluar, është i korruptuar brenda saj. Apo bazohem tek Krishti, apo tek vetja. Nëse një njeri mendon jam mjaftueshëm i mirë, nëse dikush mendon që jam më mirë se të tjerët, Perëndia do më pranoj se kam një jetë të mirë, nuk jam dhe aq i keq. Ti ende, nëse mendon kështu, nuk e ke kuptuar ungjillin. Ungjilli shkatron çdo lloj krenarie. Dhe mos haro, zelli pa të vërtetën është i rrezikshëm. Mund të jesh i zjarrt për Zotin, mund të flasësh shumë për Zotin, mund të tregosh në mënyrë aktive se çfarë bën ti për Perëndin. Shumë emocionues mund të jesh teksa flet, por zelli duhet të drejtohet nga e vërteta e Biblës. Ka njerëz që thonë Zoti më foli, po si të foli na ka folur këtu në fjalën e tij të mrekullueshme në Bibël. Ka vend më të mirë sa Perëndia na flet. Zelli duhet të drejtohet nga e vërteta e Biblës dhe jo nga ndjesia jone emocionale, sepse emocionet tona janë si një ashensor që njëherë na çon në 40 dhe njëherë na çon në tokë. Por fjala e Perëndisë është e besueshme dhe e qëndrueshme. Vetëm Krishti është shpresa e drejtësisë, asnjë kish, asnjë drejtues, asnjë sakrament, asnjë moralitet, asnjë traditë nuk mund të justifikojë mëkatarin, por vetëm Krishti është përfundimi, është plotësimi i ligjit për drejtësi. Ungjilli, miq, shkatron krenarinë njerëzore. Në këmbët e kryqit, ku shkon, nuk mund të mburresh, nuk ka mburje aty. Nuk ka merit njerëzore, nuk ka lavdi për mishin. Gjithë lavdia i takon Krishtit. Dhe si përfundim te ky pasazh tek Romakët 10, vargjet 1 deri 4, na tregon nga denoncimet më të fuqishme të vetë drejtësisë, një nga deklaratat më madhështore të drejtësisë së Krishtit. Problemi i njeriu nuk është mungesa e religionit, kjo botë është e mbushur me religjon. Është mungesa e drejtësisë së Perëndisë. E na jep shembullin që Izraeli kishte zell, ligj, traditë, histori, moralitet, por refuzoi të përulej përpara drejtësisë së Perëndisë në Krishtin, refuzoi të pranojë duarbosh Krishtin. Ky pasazh na tregon thënien e vërtetë se vetëm Krishti, vetëm hiri, vetëm besimi, vetëm drejtësia e dhënë e Krishtit është ajo që të shpëton. Njeriu nuk shpëtohet duke u përpjekur të ngjitet tek Perëndia. Ai shpëtohet vetëm kur bie i thyer përpara kryqit dhe beson plotësisht tek Krishti, i cili përmbushi ligjin në vendin tim. Dhe kjo është lavdia e mrekullueshme e fjalës së Zotit, miq. Jo çfarë ne bëjmë për Perëndin, por çfarë Perëndia bëri për ne dhe këtu ti e merr. Është një luftë e madhe të marr atë që më dha Zoti
gjysmën ma të marrë prej ti dhe gjysmën nga vetja ime, dhe fjala e Perëndisë thotë jo, merret totalisht. Fjala e Perëndisë është e mbushur me shembuj që na kanë treguar që njerëz janë përpjekur me djersën e ballit të fitojnë qiellin. Edhe është e frikshme se sa shumë kanë dështuar. Dhe fjala e Perëndisë na tregon për një ofertë që bëhet jetës tënde në mënyrë kaq të madhe dhe reale. Prano drejtsinë e Krishtit, beso në Krishtin dhe vetëm në Krishtin, sepse ai mori atë që ty të takonte, atë që mua më takonte, mori ndërshkimin e Perëndisë për mëkatin. Dhe Bibla na tregon që kushdo që beson në Krishtin, ai ka për të shpëtuar, jo për shkak të veprave, por për shkak të gjakut të shmuar të Krishtit që të pastron nga mëkati. O qirë madhështor, thot një nga himnet, sa i ëmbël je, shpëtove një mjeran si unë. Në këtë udhëtimin tonë në botë, mund të harxhosh si të duash, mund të bësh çfarë të duash, por mos haro, një ditë do të dalësh përgjegjshëm përpara fronit të Perëndisë. E beson apo jo? Shën si ka, ajo ditë do të vijë. Një nga 7 ditë të javës ka për të qenë koha, kur do të largohesh, do të mbyllësh syt nga kjo botë. Një nga 24 orët e ditës ka për të qenë momenti yt i fundit, kur ke për të mbyllur syt këtu dhe për t'i hapur përpara fronit të Krishtit. Si do të dalësh aty? Me drejtsinë tënde, me përpjekjet e tua, apo me vetëm besimin në Krishtin? Perëndia ka shumë e deshi botën, thot Bibla. Sa që dha birin e tij të çmuar që kushdo që beson në të, jo pjesërisht, por plotësisht, nuk do të humbas. Është një premtim që Zoti bën. Nëse beson në Krishtin, nuk do të turpërohesh. Wow, çfarë fjale. Mos e lër të kaloj, sepse jeta shumë shpejt mbaron, si bari e lexuam. Kur era kalon, nuk e për të qenë më. Zot, vim përpara teje në këtë paraditë teksa morëm dhe pam nga fjala jote që me drejtsinë tonë, me krenarinë tonë njerëzore nuk mund të bëjmë dot asnjë çap, asnjë hap përpara, asnjë veprim të vogël që mund të jetë plotësisht i miratuar nga hyjnia jote. Na mëso, Zot, që do të mund të kemi për ulësi në shpirtin tonë. Hap syt tanë, Zot, të kuptojmë bukurinë e të besuarit në Krishtin, në vetëm Krishtin i cili dha jetën për shpëtimin e atyre që do të besojnë. Faleminderit Perëndi për privilegjin e madh që na ke dhënë për të quajtur fëmijët e tu, ata që besojnë në ty, dhe na ndihmo, Zot, që kohën e mbetur në këtë botë do ta jetojmë me dashuri, duke ecur në besnikëri me fjalën tënde, dhe duke të nderuar ty me mendime, me dëshira, me veprime, me fjalë, që emri i Krishtit lartësohet. Na mëso, Zot, që do të jemi aroma e Krishtit me njerëzit që takojmë. Të falenderojmë shumë për shpëtimin që na ke bërë dhurat, jo me pagesë, jo me mund nga ana jon, por me sakrificën e qiellit. Zot, falenderit që i shenjti i qiellit erdhi për mëkatarin e tokës, që të mund të shpëtojë dhe ta marrë aty ku ai është. Falenderit shumë, Perëndi, në emrin e çmuar të Jezusit të lutem. Amen.